mund të ketë patur dikush zili Se Jusufit dhe Kadrizekës. Këtë e ka si moment të konsolidimit dhe të bashkimit të grupeve të kryesore të Kosovës, përfshi këtu edhe Ibrahim Kelmeni. Nën perspektivën e sotme, a mendon zotëri Ali Ahmeti, a keni dyshim, a keni informacion, duke pas parasysh që keni qenë dhe jeni në vluk të gjitha informacioneve që mund të ketë pasur dikush pos udbës interes ta vriste Jusuf Gërvallën e Kadri Ezekën? Pos udbës asnjë nuk ka pas interes, edhe nëse mund të ketë patur dikush zili për organizimin aftësisë, shkatësit, Jusufit, Kadriut, Bardoshit, nuk ka mund të ushtroj këtë akt mizor, sepse janë frigu. Dhe interesi më i madh për eliminimin fizik dhe përhapjen e lëvizjes kombëtare ka qenë vetëm interesi udbës jugoslave. Gruaja e Jusuf Gërvallës ka dyshime e përmend Saimin, e përmend Ibrahim Kelmendin. Gjitha këto duke pasur parasysh normalisht edhe divergjencat që kanë pasur në raport me komunikimet Jusufi me të tjerët. Dua të nisem për para gjykime, për teori konspirative, sepse nuk i shërben të vërtetës. Po që Saimi Jusufi ka pasur interes të vras bashortin, të vras shokun. Në radhë parë Saimi ka pas shok Kadri Ezekën, thot nuk e ka pas asnjë laps, nuk e ka këtë punë. Saimi ka qenë një patriote, revolucionare, nuk janë nda kur organizimit, nuk i ka pritu kur organizimit e sakrificës,